E ka thënë Tomori, e ka thënë shumë bukur. Premton diçka që nuk e ka në dorë vetë. Patjetër, çështja e integrimit sigurisht. Është brenda demagogjisë ti, nuk thot asnjë gjë. Vetë kolegu e shpjegoi shumë mirë kur Malizi ka hapur gjitha kapitujt dhe shpreson që të mund të marrë një datë në 27-ën, mendo ku është Shqipëria që nuk i hapur dhe tashmë indirekt edhe vendet e Europës, po e kuptojnë se çfarë po ndodh në Shqipëri. Ky është një qëndrim politik, është një qëndrim për mendimin tim që Më fal, Polonia me atë përgjigje që ka dhënë pyetjes së gazetarëve ja ka kaluar tërësisht Brukselit dhe këtu është e qartë që Brukseli ka vendosur këtë gjë të jetë kështu, Po, shiko, ka dhe një mekanizëm, se mekanizmi i ri është janë vendet anëtare, të cilët do të vendosin për këtë. Dhe këta nuk janë të gjithë. Rama ka gjetur një për ta shitur te opinioni publik dhe thotë unë i kam plotësuar pyesni komisionin. Do me thënë, komisioni është duke gjykuar nga ana gjeopolitike, thot për gjitha vendet të ecin për para të hapen kapituj dhe të kaloj procesi. Por, Rama mund të jetë 2-3 veta, të cilët mund t'i bëjnë fresk për momentet elektorale kur i duhen ati. Por vendet anëtare të Europës gjithmonë më shumë e kanë kuptuar që situata reale në Shqipëri është një katastrofë. Ndërkohë që është kushtëzuar dhe me zgjedhjet e 11 majit, do me thënë mos harojmë